A ka ndodhur vërtet një kthes shumë e mirë profesionale në jetën tënde si produkti i kësaj dashurie? Patjetër që po. Nëse jam i mirë ose i keq në këtë sanat, nuk është se isha i mirë ose i keq kur lidhja jon u bë zyrtare dhe u njoh. Nëse unë kam pas talent, unë e kam pas talentin. Nuk është se doli dhe unë u bëra i talentuar. Por patjetër që në momentin që publiku ka marrë vesh këtë lidhjen tonë, patjetër që dritat e projektorëve kanë shkuar dhe nga unë. E di se ka njerëz që më shkruajnë në Instagram, ka edhe njerëz që më shkruajnë mua që hamorti se ty s'ka njoh kush deri dje. Sa arbana të bëri. Po sa arbana të bëri. Dhe në këtë lloj zanate, si kjo imja dhe si kjo jotja, nuk ka njeri në tokë dhe zot që të bën. Ti mund të jesh talentuar gjithë ditën, mund të bësh produkte të mira, por nëse njerëz nuk e marrin vesh, ti e shikon filmin te shtëpia jote, por në rastin tim, mua arbana më ka ndihmuar shumë, sepse nga që ka shumë ndjekës, nga që njerëzit besojnë dhe ajo që them unë me bindje është që nëse Arbana Adele thotë që filmi i Eduardit është i mirë, kur nuk e thot se Eduardin e ka tek shtëpia. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.